Faleminderit juve dhe kënaqësi personale dhe institucionale për këtë bashkëpunim ndërmjet jush dhe Institutit për Studime Politike dhe Ligjore, si dhe delegacionit Bashkimit Evropian që ka mbështetur zhvillimin e këtij aktiviteti. Do dua ta them që në kryeterës që raporti bashkëpunues ndërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe organizatave të shoqërisë civile, të paktën flas për periudhën prej vitit 2020 kur unë jam në drejtimin e këtij institucionit, mendoj që është i shënjuar nga pikpamja sasiore, po dhe ajo cilësore. Dhe nuk ka qenë një zgjedhje pragmatiste e KQZ-s. Ky bashkëpunim i gjerë dhe i thellë ndërmjet KQZ-s dhe shoqërisë civile, por ka qenë një zgjedhje e ndërgjegjshme. Ne jemi shumë të qartë dhe kuptojmë shumë mirë që në këtë realitet politik, veçanërisht në këtë realitetin politik ton, është me rëndësi themelore kontributi i organizatave të shoqërisë civile. Dhe ky nuk është një slogan në fakt, edhe pse do duhet për gjykimin dhe vlerësimin tim do duhet të jemi realistë dhe të pranojmë që gjërat kanë ndryshuar jo dhe aq për mirë për rolin dhe veprimtarinë e shoqërisë civile në këto vitet e fundit, por gjithsesi fakti që shoqëria civile në një mënyrë ose një tjetër është prezente dhe vazhdon të kontribuojë me misionin e saj, është me mjaft dobi për çështjet e demokracisë në Shqipëri dhe për rastin ton për çështjet zgjedhore. Shumë prej jush këtu në këtë sallë janë dëshmitar të pikërisht asaj çfarë po përpiqem të them, të mundësive që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ofruar për të bashkëpunuar me një numër të madh organizatash të shoqërisë civile për çështje të ndryshme zgjedhore, por jo vetëm. Duke filluar nga monitorimi dhe vëzhgimi klasik i proceseve zgjedhore, të çështjet që lidhen me edukimin dhe informimin e zgjedhjeve, me çështjet që lidhen me monitorimin e financimit të partive politike dhe të fushatave, me çështje që lidhen me nxitjen e pjesëmarrjes në votime të votuesve për herë të parë, të grupeve të marginalizuara, të pakicave kombëtare e të tjerë. Pra ka qenë dhe është një gamë e gjerë e fushave të bashkëpunimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me shoqërinë civile. Qartazi nuk është një gjë kaq e thjeshtë, sepse do duhet të pranojmë që realiteti për shumë arsye nuk ofron gjithmonë më të mirën e mundshme në pikpamje të kushteve për të realizuar këtë bashkëpunim, por gjithsesi ne jemi përpjekur të paktën nga pikpamja institucionale që organizatave të shoqërisë civile të krijojmë të gjitha të komoditetin që ato ka nevojë në rastet kur do duhet të bashkëpunojnë me institucionet publike. Tej modestisë hipokrite, por dua të them dhe të sill në vëmendje që ndoshta KQZ është institucioni më transparent dhe më i hapur publik në Republikën e Shqipërisë dhe për këtë ne jo vetëm jemi krenar, por e shohim si një qasje që do duhet të ketë çdo institucion publik dhe administrata publike në përgjithësi në një vend i cili shumë shpejt do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe gjej rastin që të rikonfirmoj që kjo qasje dhe kjo mënyrë e të punuarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, veçanërisht me organizatat shoqërisë civile, do të jetë e tillë dhe ndoshta pse jo për tu përmirësuar. Ne kemi një ftesë për çdo organizatë të shoqërisë civile që ka interesin për të punuar apo për të bashkëpunuar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, natyrisht që për çështje zgjedhore,
është e mirëpritur dhe ne e nxisim këtë bashkëpunim. Kjo shkon edhe me qëllimet tona institucionale dhe kushtetuese për të realizuar zgjedhje në përputhje me standardet, për të promovuar principet që lidhen me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të vetëm ne këtë nuk mund ta bëjmë dot dhe ndaj ftesa për shoqërinë civile për të bashkëpunuar është e arsyeshme, është e logjikshme dhe me shkak. Për ta përfunduar, dua t'ju falenderoj për mundësinë për ta organizuar së bashku këtë takim, por ndërkohë dua të falenderoj dhe gjithë pjesëmarrësit. E kuptoj shumë mirë që jo gjithmonë është, sikur se thash, shumë e lehtë për të punuar dhe për të realizuar misionin tuaj. E dim shumë mirë që ka shumë pengesa duke lidhur nga mungesa e financimeve për shoqërinë civile, nuk është më siç ka qenë më parë, këtë do duhet ta pranojmë. Por kjo është një punë fakt që më lejoni ta them, nuk është se lidhet thjesht dhe vetëm me paratë dhe financimet, është një çështje që lidhet edhe me pasionin dhe me dëshirën për ta bërë këtë punë, nuk është punë si çdo punë tjetër, kështu që ata që e bëjnë këtë, sinqerisht do t'ju them që bravo i qoftë, nuk është kaq e lehtë në fakt. Faleminderit.